Roskoveci ka kushtuar një rëndësi të veçantë komunitetit të Rom, me organizimin për të dytin vit radhazit të festivalit Roma Romale, që mblodhi grupe artistike nga Tirana, Durrësi, Lezhë, Lushnja, Kosova, Maqedonia e Veriut e të tjerë. Festivali solli në skenë këngë, valle dhe tradita të komunitetit rom, duke krijuar një atmosferë festive dhe shumë ngjyrshe për qytetarët dhe vizitorët e pranishëm në shesh. Pjesëmarrësit prezantuan elemente të kulturës së tyre, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes dhe promovimit të identitetit të rom. Jam pjesëtar i bandës muzikore së Roskovecit, ndërkohë që pjesëtarët e bandës së Roskovecit muzikore janë edhe babi im edhe gjyshi im, të cilët ma kanë trashëguar muzikën brez pas brezi. Si fillim, festivali Roma Romale ka qenë edhe një herë. Vitin që kaloi ka qenë prapë si festival. Përfaqësuesi nga Kosova dhe përfaqësuesja nga Lezhë u shprehën se ky aktivitet synon të forcojë bashkëpunimin kulturor dhe të nxjisë integrimin përmes artit. Kemi ardhur sot për të parë në festivalin Romale, që është edicioni i dytë, edhe është kënaqësi më vonë pjesë e këtij eventi që përfaqëson kulturën rome dhe edhe me kënaqësi sonte do këndojmë edhe do kërcejmë bashkë. Qyteti i Lezhës prezantohet me grupin e gocave që kanë emrin Liburna. Këto gocat i kanë përgatitur me shumë dëshirë, kemi hedhur një koreografi shumë të bukur. Ky është viti i dytë që ne marrim pjesë këtu në Roskovec dhe shpresojmë të dalim sa më mirë. Në Roskovec jeton një komunitet i madh rom, të cilët sipas kryebashkiakes Majlinda Bufi janë të integruar dhe bashkëtojnë në harmoni të plotë me të gjithë qytetarët e tjerë. Është shumë e rëndësishme në Roskovec që përveç po themi aktiviteteve të ndryshme, qëllimeve tona që ne kemi bërë, vendimeve që kemi marrë në Këshillin e Bashkisë për të motivuar dhe për të integruar komunitetin rom, jo vetëm në jetën, po themi e tyre të përditshme, në infrastrukturë, në lagjet ku jetojnë, në shtëpitë ku jetojnë, por për të ndryshuar mendësinë e tyre, mentalitetin e tyre. Dhe kjo vjen, besoj që deri diku, po, fakt tregon që ne kemi pjesëmarrje aktive të qytetarëve rom në komisione që bëjmë, në dëgjesa publike që ne zhvillojmë, ata janë aty pjesë me mendimet që japim, me sugjerimet që japin dhe pa dyshim që janë një pjesë e vyer dhe shumë e çmuar e komunitetit Roskovec. Më vjen mirë që kjo ide i mbetet si një aset bashkisë Roskovec dhe kryetares, që pa dyshime ka menduar këtë, në mos gabojmë, është era e dytë që organizohet, por duke qenë se çështja rome është një çështje shumë sensitive, ky festival merr një rëndësi shumë të madhe dhe ka një mision vërtet shumë specifik. Performancat e 9 grupeve pjesëmarrëse në garë u vlerësuan nga një juri profesionale. Çmimi i parë u fitua nga grupi Liburna i Lezhës. Festivali synohet të kthehet në një traditë në qytetin e Roskovecit, pasi aktivitetet të tilla ndihmojnë në afrimin e kulturave dhe promovimin e diversitetit.